Si mendoni, a ka rol, po themi, Athina zyrtare, por edhe elementet tjerë të politikës greke në lëvizjen e levës apo ndryshimit pushtetit në Shqipëri, apo e gjitha kjo bëhet dhe ky lloj protagonizmi bëhet si nga Berisha ashtu si nga Rama për të marrë votat e emigrantëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? Së pari do të kemi parasysh diçka. Krahasimi 1.500 euro me 400.000 lekë këtu, ose 500.000 lekë këtu. Nada me ditën. Luksi. Punon në Greqi, sigurimet shoqërore, shkon në spital, bë analiza, edhe mund të paguash një përqindje të vogël, në krahasim me këtu që duhet të shesësh gjithë shtëpinë tënde, por ke një problem shëndetësor. Edhe shtëpia nuk mjafton të dalësh të bësh borxhli. Ose rasti tjetër, atje të paktën mund të kesh blerë një shtëpi në Greqi, edhe këtu shtëpinë e ke të palegalizuar dhe ke shtëpi në Shqipëri. Ajo çfarë po bën Rama atje është vetëm kjo gjë. Tregojmë që Shqipëria ka nevojë për punëtorë, sepse unë nga 2013 deri më sot kam bërë të çdo gjë të mundur që të largoj gjithë shqiptarët nga Shqipëria, duke mos dhënë shanse dhe duke e kputur në mes zhvillimin, duke e dhënë tek 5 duar të vetme, se kam bërë unë, Edi Rama, se kam bërë Gylseni. Kjo është e para. E dyta është që po patjetër të ftoj çdo shqiptar, çdo shoqat që është në Greqi, që normalisht nuk është shoqat, por është celul e Partisë Komuniste, se shumica e atyre njerëzve të cilët janë në disa shoqata janë komunista, ta pranojnë, është e vërtet kjo, nuk është gjë e hidhur, po mund të pranoni që jeni komunista dhe do të shkoni tek ajo ftesë që bën Edi Rama, po të paktën Edi Rama duhet të bindi ata komunista që e votojnë që të vinë në Shqipëri dhe mos të jetojnë më në Greqi. Se ato komunista aty në Greqi janë me statusin, po nuk kanë marrë akoma shtetësinë greke, emigrant ekonomik. E dini çfarë do të thotë emigrant ekonomik? Ti themi për popullin ashtu siç është e vërteta. Shteti i cili të mban, merr lapsin aty, thotë kaq përqindje të gjithë shtëpinë e tyre sepse Shqipëria që ka zhvilluar. E kuptoni çfarë dëmi i bën Rama edhe socialistëve vet, që nesër të vinë qeveri ekstreme djathtë në Greqi, e do ç'ka ka për Rama, panahirin, ç'do të bëj Rama, ftoj shqiptarët në Shqipëri. Po më vlla, merr ministrin e thot, sa njerëz do në Shqipëri ti? Por jo, unë kërkoj njerëz të vinë vet. Jo, unë nuk i kam këtu pronë time. Këta janë emigrant ekonomik. Leri ata që ka marrë shtetësinë. Ata që ka marrë shtetësinë nuk i prek dot unë, se janë shtetës grek, edhe shqiptar. Po sa do ti emigrant për të punuar në Shqipëri? Sa thot ai? 400.000 ose 200.000. Shumë bukur për ministri grek. 200.000, po. 200.000 nga 2025 në vazhdim nuk marrin lejë qëndrimi. E kupton çfarë po bën Rama? Po Rama nuk po bën këtë gjë. Rama po bën diçka tjetër. Ejani t'ju marr numrat, kartën tuaj të identitetit dhe t'ju përdor për votues në Shqipëri. Ejani të mbushim ato buzat si shpresa e fundit për të ndërtuar Shqipërinë. Po kurse si për të ardhur në Shqipëri, se e dim shumë mirë ne ata njerëz që kemi jashtë shtetit, që asnjëherë nuk vjen në Shqipëri, se e dim shumë mirë që atje mund të jesh me kredi dhe shteti vjen garant. Atje mund të kesh probleme shëndetësore dhe shkon në spitalet e tyre dhe merr shërbim, dhe ne marrim malet dhe rrugën dhe shkojmë nga këtu të shkojmë atje, sepse këtu janë biznesmen të gjithë këta karagjoza, doktora që kemi, infermier që kemi, vetëm punojnë për atë xhepin e tyre, për të na marrë ne sa më shumë lekë dhe në fund fare humanizmin e kërkojnë të tjerë dhe vetë janë grop. Atje ka marrë tjetri shtëpi edhe nga asistenca e kredive të buta. Në Greqi flas.
Mos na dilën si varfanjak, si viktima të sistemit grek, emigrantët, ose më mirë ata të cilët janë në shoqatat e Partisë Socialiste. Hajde këtu në Shqipëri të marrësh kredit të butë. Merë më mirë miljarderi kredit të butë se sa ti. Edhe jep votën për Partinë Socialiste. Po edhe je dhe për Partinë Socialiste, hajde jeto bashkë me ne këtu. Pse rin atje merr gjithë ato benefite atje dhe këtu nuk vjen të shikosh realitetin me sy? Kush je ke ti? Më i mirë, më i privilegjuar që ke ti? Dhe ne çfarë jemi këtu? Jemi shërbëtorët e tu? Për ata të Greqisë e them unë. Dhe unë e di mirë, shumë mirë çfarë them për të Greqisë. Dhe dali dikush të më thotë diçka të kundërt. Pa ma e ftoj të dali këtu me ty bashkë. Jo të komentojsh, të komentojnë lag, bla, partia dhe pa buk në shtëpi. Po këtu, ballë për ballë të dalë. Atje, në Greqi, mira po keq i merr të drejtat. Se ka dhe shtet, ka. Këtu, me merr legalizimin pa bërë korrupsion. Merr në i benefit këtu të drejt, një kredit të butë pa bërë korrupsion. Pse se sistemi Partisë Socialiste ta ka krijuar vazhdimsinë e korrupsionit. Lejohet ti të mos kesh leje legalizimin e 2025-ën. Lejohet që ti të mos merresh pronën tënde që shanë nga Mis deri ndark Sali Berishën dhe akoma dhe sot AMTP-t nuk janë regjistruar. Nuk janë azhurnuar. Akoma më të mërshme kjo gjë. Për këta, të shoqatave të Greqisë, këta të bukur që na vinë këtu, avokat që do bëjmë, ku ka shtet këtu, që bëjt shtet këtu, edhe atje sallën janë mbushin e Diramës, dhe vinë këtu qanë për AMTP-t dhe i pysun. E takove Ramën, po, a ka bë azhurnimin? Nuk e di çfarë është azhurnimi, po pyete Ramën më vëlla çfarë është azhurnimi. Se jo na ka thënë do marrim certifikatat. Jam i bindur, certifikatën e fundit mund ta marrësh, që është taksia e fundit, po dyshoj që do të marrësh certifikatën e azhurnuar të pronës tënde të AMTP-s të 91-shit. Mbushni karriget ju dhe leni Ramën të lulëzojë si mbret. Dhe në fund fare ju çfarë do të mbeteni? Do mbeteni viktim duke qenë emigrant ekonomik në Greqi, dhe viktim duke menduar si kur do të vini në Shqipëri dhe do të gjeni punë me standarde këtu. Që ne vjemi vetë këtu edhe nuk gjeni asnjë të drejt, po nuk ngritëm zërin. Shkon në Greqi, ngrej zërin për diçka, e di si të vjen gjithë institucionet të vinë me radhë. Ndërsa këtu, po është krye inspektori, kush të vjen asnjëri, thot vrit veten ti. Prandaj dashur që ta mbarojmë rastin e Athinës, i them atyre që jetojnë në Athinë, po doni të bëjmë përballje, këtu bardhi, unë, po personi me emër mbi emër, me fakte, me dokumenta, i dan për Zot, jo në komente poshtë, edhe një herë them, nuk më interesojnë komentet, por në komente është kot. Bla 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 bla, varfëri. Pash një rast shumë bukur sot, ishte një emision. Duam politikan të ri, duam kështu, këtë do votosh i tha, do votoj Edi Ramën. Po si më vëlla thuat në të njëjtën kohë këto politikan të ri, do të vija ardhmja edhe voton Edi Ramën. Si, o do të ish budoha, o do të ishte pesat që dala të ditë. E kupton? Kjo është logjika e sotshme. Pra, edhe dua politikan të ri, edhe votoj Edi Ramën. E di pse e tha ky Edi Ramën, sepse jam i bindur, ta them unë pse. Sepse ai i dha në mikrofonin direkt dhe ai kërkoi politikën e re, por ai kishte akoma frikën që po të thoshte emër të një politikan të ri, kryeplaku Lagjës apo puna ku punonte, do të thoshte, ti qege i keq, ti s'do ke të mirë në Shqipërisë, nuk do ke xhaxhin Edi, do ke xhaxhin Sali. Prandaj, në të njëjtën kohë, populli jon është i friksuar.
o të ren, o të vjetrën. Dhe në fund fare thot, aman, na nxivën jetën të gjithë bashkëta dhe ne po shkojmë tek e vjetra. Ajo që unë dua të them për ta mbaruar është që qytetarët shqiptar do të binden që edhe nga e vjetra mund të vi e reja, por me kushtin që e reja të vi e pavarur, e lirë, e pastër, e pa ndikuar nga mentaliteti i së vjetrës, për të ardhur dhe të instaluar të ren gradualisht ashtu siç mendon ajo. Po kurse si nuk mund të vi nga një panahir që mund të ndodhet në Athinë për interes të Edi Ramës dhe vetë të Edi Ramës dhe jo të Partisë Socialiste. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.